Po unë jam i fiksuar me Bashkinë e Shkodrës, sepse këtu e kam pas edhe kunjën më të madhe që fiton gjithë Shqipërinë, hajde këtu hum. Edhe duke qenë se kam edhe gjyshen ndjes pas shkodrane katolike që më ka pakzu dhe mu katolik, më vinte plasja, thosha mor qarë kanë këta me mu. Sot Shkodra jo vetëm ka shpresë, por sot Shkodra ka hyrë në një rrugë, shpresoj pak thim, se unë nuk e di qarë thot menja e burrave të Shkodrës, nuk e di. Por ama duke pat gjitha ju këtu, janë i bindur që të paktën gjysmën e burrave në rregull i kemi. Por ama, vjet ju keni pa vetëm fillimin e një historie komplet të re për Shkodrën.